Dëgjoj këtu ti. Nuk të duroj dot më. Ma ke sjell në majtë hundës. Po çdo gjë më bie mua telefonit. Shefi sa bën ky iPhone, si funksionon ky karikusi, shefi sa bën këto kufje. Ama pyesni edhe një herë ChatGPT-n o burr. Do ma ullër 100.000 lekë ta marrë tash në moment. Një sekond lutem. Hey, ChatGPT, si thua, ja ulin 100.000 lekë këtij djalit se duket djali i mirë, se gjynaf, ha? Po patjetër, duket djali i mire. Mund t'ja ulesh 100.000 lekë pa problem. Ta gëzosh pra se pas ka qenë risku jot. Shumë faleminderit. Ua! Shën ka posh aty dyqani fare më. Faleminderit zot që ekzistojnë festa. Jo. Faleminderit që ekziston ChatGPT-ja, shefe, se çdo njeri që hynte, më pyeste, të lutem, a do bësh shikulje? Edhe ashtu si su the ti, pyesja ChatGPT-n. Edhe ChatGPT-ja për çdo njeri që ka ardhur në dyqan, thoshte, po, ulja se duket njeri i mirë. Edhe ja, kështu mbaroi gjithë furnizimi.